Ebu Darda radhiyallahu anhu, një shok prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë, është një ajet kuranor i shkurtër, është një thonjë Allahu Teala në Kur'an, sikur njerëzit t'ja kujtonin vetes, sikur njerëzit ta kishin parasysh atë, çdo herë do të ishin të lumtur në jetën e kësaj bote. E cila ajet kuranor është? Çka ka thonë Allahu te baraka wa taala? Ka thonë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." E kush ja ka frikën Allahut, e kush është i devotshëm në jetën e kësaj bote, e kush i bindet krijuesit, i përgjërohet, i përulet, i nënshtrohet, i dorëzohet Allahut, Allahu çka ja çel rrugët çdo herë. Çdo herë ja hap rrugët Allahu te bareke ve taala. I ka dyert e hapura, edhe kur është i padisponuar ka derën qel, edhe kur është i smur ka derën qel, edhe kur është i varfër ka derën qel, edhe kur ka presion për ndokujt ka derën qel, edhe kur është me pozitë të lartë, është fytyrë publike ka derën qel, edhe kur është i pasur ka derën qel, edhe kur është student ka derën qel, edhe kur i vdes dikush ka derën qel. Çdo herë ka dyert e hapura, cili ai që është i devotshëm, ai që ja ka frikën Allahu te bareke ve taala. Dhe frika me pas prej Allahut do të thot me të afruar tek Allahu te bareke ve taala. Me ja pas frikën njeriu, çka bën? Ai afrohesh, jo, largohesh, ik prej tij. Me ja pas frikën lanit apo ujkut apo qenit, çka bën? Ai afrohesh, jo, largohesh. Çdo frikë ndaj krijesave të largon prej krijesave, ndërsa frika prej Allahut çka? Të afron tek Allahu te bareke ve taala. Frika ndaj Allahut është ajo pengesa që të nal ty prej të këqijave dhe keqbërjes. Frika ndaj Allahut te bareke ve taala është ajo e cila ta qartëson edhe ta bën dallimin në mes të mirës edhe të keqes. Dhe kur këto i kitë qarta dhe i shef, atëherë çka? Nuk ndalesh prej të keqes për shkak se po flasin njerëzit. Se sot me pi alkool njerëzit shumica thojnë njeri intelektual, po pen me kulturë, kë pen qasit vogla, pen trap ka një dhe pe freskon, pak fytin, po i djeg bakterjet. Këshër medicina sa mrapa ka met. Qysh nuk pe dika medicina, mjekësia bashkohore, që djegja e bakterjeve bëhet pe alkooli? Sta kanë të lëgru këta doktor të ishë këtu që i kena. O, s'ti djeg hiq, po ta djeg zemën e shpijetin alkoholi. Andaj, Allahu t'i qelë rrugë kur ja ki friken, Allahu te bareke ve taala. Jo e shkaq, Allahu po thot, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Edhe të furnizon prej ka ti nuk e paramendon. Të furnizon, pe kuptoni, të furnizon, të jap rrezikun, ka ti nuk e paramendon. Mi pas thon para 60 vjetë, 70 vjetë, gjyshërëve tonë, që këta fëmija ju që për i bëni, kanë me shkue në Zvicërë, në Gjermënie, në Anglije, në Skandinavi, se në Amerikë mos është imaginu, heq para 60 vjetë. E që atje kanë rizkon, kishë thonë, ty bistikfa. Ku me shku atje në fund dynjas me hu. E kanë shku edhe në Australi, kanë shku edhe në Kanadë. Se të furnizan Allahu të bareke ve taala, nuk të lem pa furnizim. Ose këtu, ose dikun tjetër. Andaj, vllai nderuar, kujdes, t'jesh i kënaqur me ato që e kije, t'jesh i kënaqur me ato që e posedon.